Sot në përkujtim të njërës ndër betejat më të përgjakshme dhe më të lavdishme të UÇK-s në Jeshkovë të Prizrenit. Në këtë betejë heroike ra 21 dëshmorë dhe luftëtarë të njësisë speciale të brigadës 125 të zonës operative të Pashtrikut. Në shenjë respekti dhe nderimi për këtë betejë ku ra 21 dëshmorë në krye me komandantin e njësisë Hysen Regjepi, sot u bën hamazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, e ku morën pjesë familjarë të dëshmorëve, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, e ku ishin edhe nënkryetari i komunës së Bexhat të Bytyqi, kryesuesi Simir Krasniqi dhe zyrtarë të tjerë. Me këtë rast nënkryetari Bytyqi tha se sot jemi në përkujtim të dëshmorëve, të cilët me gjakun e tyre sollën këtë liri që sot po e gëzojmë. Sot jemi këtu për të përkujtuar betejën e lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila është zhvilluar në Jeshkovë. Dhe kjo datë simbolizon një nga betejat më të rëndësishme dhe kontributin e jashtëzakonshëm të djemve tanë për lirinë dhe kontributin që kanë dhënë për këtë vend. Fal gjakut të tyre, ne sot jemi të lirë dhe obligohemi që ta forcojmë këtë liri, për çdo ditë të punojmë dhe të kontribuojmë që kjo liri dhe amanetin e tyre ta çojmë deri në fund. Lavdi e përjetshme të gjithë dëshmorëve të kombit. Kryetari i OVL-së Deka në Prizren, Isa Berisha, tha se kjo betejë ishte ndër betejat më të përgjakshme dhe më të lavdishme të UÇK-s, ku me këtë rast ranë për të mos vdekur kurrë dhe pastaj vazhdoi. Ku në krye këtij njësiti ka qenë tash heroi i Kosovës Hysen Regjepi dhe 10 dëshmorë tjerë të cilët kanë ardhur me njësitin e njësisë speciale në kuadër të brigadës 125. Vlen të cekët se në këtë betejë, kjo betejë ishte më e përgjakshme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke e ditur që në këtë betejë edhe ushtarët të cilët kanë vepruar në rajonin e Vrinit i bashkangjitën këtij njësiti, ku në këtë betejë gjithsej bien 21 dëshmorë, ku 11 prej tyre ende, domethënë nuk dihen eshtrat ku pushon trupi i tyre. Kështu që është të them një betejë lavdishme dhe më vendimtare, duke ditur që ka qenë edhe kjo si vulë e rëndësishme që në të ardhmen së shpejti do të vijë liria. Ne si organizat do t'i përkujtojmë gjithmonë këta dëshmorë. Homazhe u bën edhe pranë lapidarit në fshatin Jeshkovë dhe vendosën buqeta me lule, ku kryesuesi Simir Krasniqi me këtë rast tha se sot jemi këtu në përkujtim të 21 dëshmorëve të rënë dhe heroizmi i tyre solli lirinë që sot po e gëzojmë. Për betejën e Jeshkovës, pra për 19 marsin, betejën e lavdishme dhe heroike të luftës çlirimtare të Kosovës, betejën e Jeshkovës, ku në këtë betejë ranë heroikisht 21 dëshmorë, pra. Ku gjaku i tyne, sakrifica e tyne, ne sot po e gëzojmë këtë liri që e kemi. Fal amanetit të këtyre dëshmorëve. Lavdi të gjithë dëshmorëve të betejës së 11 marsit, betejës së Jeshkovës, lavdi të gjithë dëshmorëve të Kosovës dhe lavdi dëshmorëve të kombit. Kurse në prononcimin e tij, Fidan Shala evokoi disa nga kujtimet e tija për këtë betejë të lavdishme, e njëherët apeloi që edhe sot e kësaj dite nuk u gjetën trupat e 9 dëshmorëve, kurse edhe pse i kemi apeluar të gjitha instancat, ende familjarët nuk kanë një varr ku të vendosin një lule tek varret e tyre. Forcat serbe në mëngjesin e 11 marsit hynë nga të gjitha anët e Jeshkovës, përkatësisht prej pjesës së Zgatarit dhe Brutit të Opojës, prej pjesës së malësisë së Vrinit, Foçës së qytetit dhe fshatit Billush. Faktikisht Jeshkova ishte në unaz të rrethuar nga forcat serbe. Diku parafërsisht, mos të them se mund të gaboj, diku rreth 50-60 luftëtarë të UÇK-s që ishin këtu, ishte lufta për jetë a vdekje, por të cilët nuk e lëshuan për asnjë çmim dhe për asnjë kusht Jeshkovën dhe vijat e frontit. Ata luftuan deri në vdekje, një pjesë 18 nga ta, të cilët u vëran, për të cilët edhe vetë forcat serbe, brigada 549, ka deklaruar se 18 sipas tyre terroristë UÇK-s janë vrarë në fshatin Jeshkovë. Mirë, po nga ajo ditë nuk u tregu kurrë se 9 nga luftëtarët e UÇK-s ku shkuan trupat e tyre, faktikisht i zhdukën trupat e tyre që sot e 27 vite nuk dihet për fatin e tyre, për fatin e trupave të jeshnave të tyre, ku shumë
familjar, nona të cilat edhe dita ditës po ndrojnë një jetë, duke i pritë që një ditë eshtat e tyre do të prejen në tokën e Kosovës, që të mund të vendosin një lule kur të vjen marsi pranë varrit të tynve. Në këtë betejë Iran, Hyssein Rexhepi, Hajdar Shala, Bashkem Masuka, Feriz Susuri, Skënder Latifi, Ymredin Çengaj, Hamid Thaçi, Tahir Gashi, Besnik Kastrati, Alajdin Gjizairi, Ymer Shala, Nureddin Shala, Bayram Shala, Hilmi Shala, Liman Shala, Recep Buduri, Musli Gashi, Shahedin Gashi, Bali Avdaj, Shamseddin Shala dhe Fehmi Shala. Ofanziva, do me thonë, e 11 marsit, ku njësiti i brigadës 125 në krye me komandant Hyssein Rexhepin dhe komandant Hoxhën Samidin Gjizairi, u vendosën që ta bëjnë rikthimin dhe rivendosin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila ishte mision që të bëhet në të gjitha zonët ku ka funksionuar UÇK-ja. Kështu që ne si organizat e përkujtojmë këtë betejë të lavdishme, duke ditur që në këtë betejë bie 21 dëshmor të kombit, ndërsa 11 dëshmor ende nuk dihen ku prehen eshat e tyre. Kështu që përmes këtij mediumi dhe përmes juve u bëj apel që edhe njerëz që sa më parë të zbardhen eshat e këtyre dëshmorëve për të gjithë të cilëve janë zhdukur. Kështu që ne nuk kthehemi gjatë jetëve se lavdi gjithë dëshmorët të kombit, lavdi kësaj betejë të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne nderojmë gjithë dëshmorët dhe martirët që ranë në betejë të ndryshme në Jeshkovën heroike. Liri me ju në çdo iftar.